Çfarë duhet të konsumojmë për një mëngjes të shëndetshëm? Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, sepse ai na siguron energjinë dhe ushqyesit që trupi dhe truri kanë nevojë për të funksionuar mirë gjatë gjithë ditës. Zgjedhjet që bëjmë në mëngjes ndikojnë në nivelet tona të energjisë, përqendrimin, humorin dhe edhe në shëndetin afatgjat. Sipas një testi nga Health Line, për një mëngjes të shëndetshëm, duhet të përfshijmë ushqime që janë të pasura me vlera ushqyese dhe që na mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Disa prej elementeve kryesor që duhet të përfshihen në mëngjes janë proteina cilësore, si vezët, kosi shtëpis ose arrat, të cilat ndihmojnë në ndërtimin e muskujve dhe në rigjenerimin e trupit. Karbohidratet komplekse, si drithrat e plota, frutat dhe perimet, të cilat ofrojnë energji të qëndrueshme dhe përmbajnë fibra për një tretje të shëndetshme. Yndyrnat e shëndetshme, të cilat gjenden tek avokadoja, farat e chia dhe arrat, dhe që ndihmojnë në funksionimin e trurit dhe mbrojtjen e zemrës. Vitaminat dhe mineralet, të cilat marrim nga frutat dhe perimet e freskëta, dhe që janë të domosdoshme për shëndetin e përgjithshëm. Duke konsumuar një mëngjes që përmban këto ushqime, do të ndjejmë më shumë energji, do të jemi më të përqendruar dhe do të kemi një humor më të mirë gjatë gjithë ditës. Mëngjesi i shëndetshëm nuk ka nevojë të jetë i komplikuar. Një tas me koshë shtëpie, fruta të freskëta dhe disa ara është një zgjedhje e thjeshtë, por shumë e mirë për të filluar ditën me energji dhe shëndet.